një fletë të bardhë, edhe 3 stilolapsa me ngjyrë të ndryshme, ose 1 stilolaps, po 3 ngjyra, për të ngjyrosur. Unë kam marrë këtu 3 ngjyra të ndryshme, kam marrë ngjyrën e kuqe, ose ngjyrën portokalli, kam marrë ngjyrën blu, kam marrë dhe ngjyrën jeshile. Ky ushtrim është shumë i thjeshtë. Ti vizaton veten tënde me një stilolaps ngjyrë të zi dhe vizaton shumë thjesht, për shembull një njeri, koka, trupi, këmbët, edhe duart. Shumë thjesht. Me këto ngjyrat, me këto 3 ngjyrat e ndryshme, do të ngjyrosësh me ngjyrë të kuqe atë pjesë të trupit që ty nuk të pëlqen. Për shembull, supozojmë, nuk më pëlqejnë mendimet e mia. Nuk më pëlqejnë këmbët e mia. Nuk më pëlqejnë as barku im. Do të ngjyrosësh me ngjyrë jeshile ato pjesë të trupit që ty të pëlqejnë. Për shembull, më pëlqejnë duart se janë punëtore. Dhe do të ngjyrosësh me ngjyrë blu ato pjesë të trupit që nuk janë as mirë as keq, po nuk është se mund të them jam 100% e kënaqur me këto pjesë të trupit tim ose nuk jam e kënaqur. Atëherë mund ta ngjyrosësh me ngjyrë blu. Në këtë mënyrë ti e shikon që cila ngjyrë dominon. Dominon e kuqja, që ti je më shumë e pakënaqur ose i pakënaqur me pjesën e trupit tënd. Dominon jeshilja, ku ti je shumë i kënaqur me këto pjesë të trupit tënd, apo dominon ngjyra e cila nuk përbën ndonjë problem për ty, as në aspektin pozitiv, as në aspektin negativ. Dhe në këtë mënyrë ti e krijon idenë për trupin tënd që unë jam më shumë e kënaqur me trupin tim apo jam më pak e kënaqur. Dhe pikërisht ato pjesë që ti e shikon që je më pak e kënaqur, atëherë është fokusi jot që duhet shikoj. Atëherë mendimet e mia janë mendime negative. Si mund t'i kthej ato në mendime pozitive?